Labinot, thua se veshja e lundrimit si femër të shqetëson. E çon këtë në një kontekst fetar, më pas në atë social, në fund të ditës çfarë të shqetëson ty se si vishet lundrimi? Dhe njerë, unë nuk jam kundër çdo person që është. Unë them shumë shkurt dhe shumë qartë që nuk do të kisha dëshirë që fëmijët e mi të vishen ashtu si vishet ky. Dhe sigurisht që unë kur e shoh një lojtar që është mendimi im, që e shoh që është i fortë, unë i ngacmoj aty ku nuk e ngacmoj në ato që si vishet, po tentoj që t'ja gjej çfarë lojë ka, çfarë strategji ka, çka do të bën matutje, por unë i respektoj çdo person çka është, po nuk e praktikoj atë. Nuk jam kundër LGBT që është ajo, por feja ime nuk e lejon këtë. Atë kë? Fal? Atë kë? Kë nuk praktikon? Do më thënë, feja ime ato që falna nuk e lejon, do më thënë të jemi të vishëm ashtu si vishet ky. Qaq.